Strukturat e policisë së Shkodrës kanë ndërmarrë disa veprime gjatë orëve të fundit duke arrestuar dhe proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve vunë në pranë nga një 23 vjeçar nga Vlora, pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi lëndë e dyshuar narkotike e llojit kanabis sativa që u sekuestrua si provë materiale. Po këta specialistë referuan në prokurori 2 raste të tjera. Një 23 vjeçar nga Shkodra u procedua pasi gjatë kontrollit në automjet ju gjet një sasi e dyshuar kokaine, ndërsa një 20 vjeçar u procedua nga policia pasi kontrollet e forcave shqiponja i gjetën një sasi kanabis sativa. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori për një 74 vjeçar nga Puka i cili u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Në kërkim u shpall dhe një 32 vjeçar nga Shkodra i cili dyshohet se në datën 13 prill në sheshin Prekcali duke drejtuar një motomjet ka përplasur një 47 vjeçar që lëvizte me biçikletë. Si pasojë e aksidentit, i dëmtuari është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. Nga ana tjetër, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet për vlerësim pasi një 59 vjeçare është dërguar në spitalin e Shkodrës me dyshimin për mbi dozë medikamentesh. Ajo ndodhet në trajtim mjekësor jashtë rrezikut për jetën. Për të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.